Jemi këtu për të bërë të ditur se mbyllja e tregut Dinamo shkatron 400 biznese dhe 5.000 vende pune mbyllen. Jemi këtu për të bërë me dije se 20.000 qytetarë që varen nga këto 5.000 vende pune humbasin bukën e kohës. Jemi këtu për të thënë jo, 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 ne nuk do të ndalemi dhe nuk do të jepemi kurrë se kërkuar të drejtat tonë legjitime. Poshtë vendimi i prefektit! Poshtë vendimi i prefektit! Poshtë vendimi i prefektit! Kjo protestë është zëri i mirë njerëzve që flasin së bashku për punën, për bukën dhe për jetesën e tyre. Nuk do të ndalemi dhe nuk do të pushojmë së rreshturi, nuk do të ndalojmë deri në zgjidhje përfundimtare. Tashi të gjithë njësani, qeveri bëhu me ne, parlament në të gjotë. U bëj thirrje deputetëve pa dallim partia. Të bashkohen me thirrjen e 5.000 familjeve që i kanë nxjerrë në rrugë të madhe. I bëj thirrje kryebashkiakut Basha. Ma premtimet që sa në fushat që do të dëgjohet zëri qytetarit. Zëri qytetarit është të punojmë dhe të bëjmë fëmijët me bukë, me ushqim dhe me shkollim. Ardhëm për votat troja, dikon, magazin, keni kërkuar votat e ne o kemi dhenë, ashtu të vini dhe për problemet e përallit tona.